Përshëndetje. Jam Merita Cake, terapiste energjike, shkrimtare, trajnere në zhvillimin personal. Jam këtu të të jap dorën dhe të tregoj si mund të lidhesh me forcën tënde dhe se si mund të bësh disa ushtrime, meditime të ndryshme, je femër apo mashkull, dhe të falësh në radhë të parë veten për gjithçka që kujtonje deri tani që ishe në gabim. Për këtë, zer një vend të qetë, ulur ose shtrirë dhe kushtoj vetes tënde disa minuta qetësie, harmonie. Merr frymëfell, duke i ke vënë dorën e majtë në zemrën tënde dhe dorën e djathtë tek barku jot, që qëndrojnë emocionet. Merr frymëfell me undë, mbahet 3-4 brenda në barkut dhe liroje nga jashtë. Ndjej që në këto momente rreth e qark teje një energji shruese, harmonie, ngjyrë roz, në mov, e bukur dhe ngjyrat e ylberit janë rreth teje. Dhe sa herë që marrësh frymë me undë, merr terapinë shruese, energji shruese, mbaj brenda në çdo qelisë të trupit tënd, pastroje dhe liro tani me gojë nga jashtë. Dhe shikoj që nga goja jote del çdo mërzitje, çdo gjë që ty të shqetësonte deri më sot. Sot dua të ftoj në një moment të shenjtë me veten tënde. Merr frymëfell dhe liro dhe bëj një pyetje vetes tënde. A e ndjen sa shumë ke luftuar për të mbijetuar deri më sot, për të dashur, për të dhënë tek të tjerët dhe jo tek vetja? Në qoftë se shpirti jot e ndjen dhe thot po, atëre sot fillo dhe fali vetes çdo gjë që s'ke arritur deri tani dhe ke bërë për të tjerët. Fali vetes ato që nuk dije ti bëje më mirë. Ti je më shumë se gabimet e tua. Je shpirt në udhëtim. Dhe në këtë udhëtim, fillo të mësosh ta duash veten pak më tepër. Tani, thuaj vetes tënde, Merita, ti thuaj emrin tënd. Më fal, të pranoj, të dua kështu si je. Me gabimet e tua, me arritjet e tua, me çfarëdo që ke arritur deri më sot. Dhe tani, merr frymëfell dhe liro.
dhe dëgjoj shpirtin tënd, zemrën tënde, çfarë ka nevojë më tepër të dëgjoj nga ty. Dhe thuaj, beu ti, nëna e fëmijës tënde të vogël. Dhe thuaj që do jesh gjithmonë pranë dhe ke falur gjithë gabimet e saj. Dhe mos harro, sepse kur falim veten, ne hapim portën e dritës për gjithçka tjetër. Merë frymëfel dhe liro, ri 2-3 minuta në qetësi, duke e pyetur shpirtin tënd çfarë kërkon akoma. Dhe tani, duke lënë veten në qetësi, para se të hapësh sytë, jep një buzëqeshje vetes tënde. Dhe nëse ndjeve diçka, komento me një zemër poshtë videos dhe më shkruaj si u ndjeve, çfarë kërkonte shpirti jot dhe a u çlirove. Të uroj të kesh një ditë të mbarë, në qoftë se e bën ditën këtë meditim, dhe një natë të qetë me ëndra të bukura, në qoftë se e bën në darkë, dhe në qoftë se e bën në drekë. Të uroj të çlodhesh, të qetësohesh dhe të mbushesh me energji për të vazhduar ditën. Të falenderoj.